Shkova të takoj një mikun tim në Tiranë, e ka zyrën kat 4. Ashensorin se mora se ishte dëng. Në gjithë shkallët arrit deri në kat 2 dhe çat shoh. Grumbuj njerëzish që e kishin bllokuar gjithë korridorin. Burra me gra, burra pa gra, të gjithë me sytë drejtuar tek një derë. Më kapi frika se thash mos ka ndodhur diçka e keqe, ndonjë fëmijë që ka ngecur brenda në apartament. Çohem majt gishtave dhe shoh një tabelë të bardhë ku shkruhej klinik private. Të gjithë ata njerëz ishin aty sepse kishin të njëjtin problem. Nuk sillnin dot fëmijë në jetë. Dhe ajo klinik që mezi po e përballon të fluksin ishte një klinik fertiliteti. Është shumë e rëndë për një mashkull, për një burrë të dëgjoj se substanca që del prej trupit tij është e paaftë të notoj deri tek veza. E gjithë ndjenja e burrërisë të bie për tokë. Dhe as nuk flet dot për këtë temë. Klinikat mund të jenë private, por problemi është global. Shqipëria po shuhet gjithashtu. Nuk po ta them ç'a vendi renditemi në Evropë për lindshmëri të ulët, por po të them se vajzat 20 vjeçare sot janë më pak fertile se çishin gjyshet e tyre në moshën 35 vjeçare. 26% e meshkujve nën 40 vjeç sot kanë probleme me. Dhe Sara Shan, autorja bestsellerit ndërkombëtar me titull Numrimi mbrapsht, thotë se lojtari i fshehtë kryesor që po rrezikon të na shuaj fare si këmbë është testosteroni, hormoni burrërisë i vullnetit për të fituar, i zellit mashkullor. Ne kemi një problem të madh testosteroni, që jo vetëm po i çon drejt zeros lindjet, por besoj është edhe shkaku kryesor i fshehtë prapa divorceve në këtë vend, që ndodhin 1 çdo 3 orë. Mua më duket e pafalshme që të shuhemi si këmbë për pak testosteron. Dhe me këtë do të merremi sot. Gratë marrin shumë informacion se si ta përgatisin trupin e tyre për ngjizje dhe lindje, ndërsa meshkujt gati as pak. Ka një asimetri informimi pra, sepse testosteroni nuk është një problem vetëm kur rritesh, është që përpara se të vish në këtë jetë. Nëse për shembull një grua shtatzën pi duhan, niveli i T-s së të birit në fetus bie me 40%, dhe me pas në jetën e tij si i rritur, ai do të vonoj që ta ndaj mendjen e tij nëse është djalë apo vajzë. Problemi bëhet akoma më i rëndë nëse nëna nuk është duhanpirse, por u ekspozua në ambiente ku pinin të tjerët gjatë shtatzanisë së saj. Asgjë nga këto që them unë nuk janë të prodhuara nga mendja ime, por nga ky. Dhe me këto do të merremi sot. Le të kalojmë tek 6 kolonat që mbajnë T-n lart, cili lloj i gjumit, cili lloj i dhjamit, cilat ushqime, cilat ushtrime dhe cilat analiza na tregojnë të vërtetën. Përpara se të zbuloj kolonën e parë që mban lart testosteronin, të ftoj të rifamiliarizohemi pak me fjalën testosteron, sepse ka marrë një reputacion vërtet të padrejtë, sikur thjesht është hormon mashkullor. Testosteron kanë dhe gratë. Njerëzit menjëherë kur dëgjojnë fjalën testosteron mendojnë për agresivitet ose makina sportive, pra gar, diçka mashkullore ekskluzive, por realiteti është se T-ja është thelbësore për gjithë njerëzit. Dhe nëse ndiheni të lodhur, të mjegullt ose po vuan për të ndërtuar, për të vënë muskuj, T-ja mund të jetë një pjesë e madhe e këtij puzzle-i. Tash le të fillojmë pak me bazat. T-ja prodhohet nga kolesteroli në ato që quhen qeliza lejdike, dhe tani vjen pjesa vendimtare. Ai numri që shihni në testin e gjakut, T-ja juaj totale, pra, nuk e tregon të gjithë historinë, sepse shumica e testosteronit tuaj është i çiftuar, është i lidhur me një protein tjetër të quajtur globulin lidhëse e hormoneve seksuale ose SHBG. Pra është i çiftuar, është i kapur peng nga kjo proteina, nuk është aktiv. Vetëm T-ja e lirë dhe T-ja që është e lidhur dobet me një protein tjetër e quajtur albumina, është fraksioni bioaktiv, pra, që trupi yt mund ta përdor. Kjo është ajo pjesë e vetme e testosteronit që trupi yt mund ta vërë në shërbim. Pra, ju mund të keni një numër shumë të lartë testosteroni kur bëni një test gjaku, por nëse SHBG-ja juaj del gjithashtu shumë e lartë, keni arsye të ndiheni keq, sepse as pak nga gjitha ai testosteron në të vërtetë nuk po shkon në indet tua. Nuk është madhësia kontejnerit, pra ajo që ka rëndësi, është sasia që mund të dalë prej tij ajo që i uit lulet. Në rregull, shpresoj të kem qenë i kuptueshëm në këtë pikë, sepse është një ide kyçe për këtë temë. Tashi, nga do t'ja nisim.
Le të fillojmë me kolonën më të madhe që mban testosteronin lart. Gjëja që ka ndikimin më të madh, gjumi. Pse prodhimi i tës është aq i lidhur me orarin ton të gjumit? Sepse është i varur drejt për drejt nga gjumi. Nivelet e tës janë fjalë për fjalë të kyçura me arkitekturën tuaj të gjumit. Sinteza fillon të rritet pothuajse sapo të bini në gjumë dhe arrin kulmin gjatë fazave tuaja të para të gjumit REM, Rapid Eye Movement, gjumi i thellë pra. Dhe për sa gjumë keni nevojë tani? Çfarë? 3, 4 apo 5 orë gjumë të fortë? E vërteta është se për të arritur kulmin e prodhimit të testosteronit ju duhen minimumi 4 orë gjumë të pandërprer. Ky është minimumi. Dhe po, fjala i pandërprer është fjala kyçe këto. Sepse dëgjojmë aq shpesh duke na thënë duhet marrësh 8 orë gjumë, por nëse ato 8 orë prishen nga fëmijët, qeni komshiut, stresi, kafet e tepërta të vona që keni marrë, ju nuk po merrni të njëjtin përfitim hormonal. Edhe pse po bëni 8 orë gjumë, sepse është i ndërprer. Një studim zbuloi se kufizimi i gjumit në vetëm 5 orë në natë, vetëm për 8 net, shkaktoi një rënje të niveleve të tës deri në 15%. Kjo nuk është një rënje afatgjate përjetshme, është një ndëshkim akut i menjëhershëm për gjumin e keq. Ri me këmbët sigurisht, por shpesh nuk është një rikuperim i plot i menjëhershëm. Dhe problemi më i madh i gjumit të ndërprer është cikli vicioz që aktivizohet, i drejtuar nga kortizoli, hormoni i zgjimit. Tëja e ulët pra është fuqimisht e lidhur me gjumin e fragmentuar dhe zgjimin shpesh gjatë natës. Kur tëja bie, kur testosteroni bie, kortizoli rritet dhe kortizoli promovon zgjuarjen apo jo, ju zgjon. Pra gjumi i fragmentuar ul tën dhe tëja ulët çon hormonet e stresit, pra kortizolin, që këto nga ana tyre pengojnë gjumin e thellë, që gjumi i thellë nga ana tij pengon testosteronin. Një spirale biologjike disfavorizuese. Në videon e radhës do të flas për gjitha mënyrat e mundshme që të bëhesh ekspert i gjumit, sepse ka diçka. Njerëzit mendojnë se din të flejnë gjumë, por çuditërisht rezulton se jo, nuk din. Tash le të flasim pak për lidhjen metabolike. Prit tash. Pse dhjami i tepërt në trup është kaq i keq për prodhimin e tës? Është për shkak të një procesi të quajtur aromatizim. Indi juaj yndyror ose indi adipoz nuk është thjesht duke ndenjur aty. Dhjami nuk është duke fjetur gjumë, nuk rrikot. Nuk është komplet pasiv, është një organ endokrin aktiv, po bën gjëra. Dhe një nga gjërat që bën është të prodhojë një enzim të quajtur aromataz. Mendoni për të sikur të ishte një fabrik konvertimi. Një fabrik konvertimi për çfarë? Merr testosteronin që prodhoni ju dhe e konverton kimikisht drejt për drejt në estradiol, që është një formë e fuqishme e estrogenit. Pra dhjami yt po punon aktivisht kundër teje, duke kthyer testosteronin tuaj në estrogen. Dhe ai estrogen i rritur më pas dërgon një sinjal të fuqishëm të reagimit negativ të drejt për drejt në aksin HPG. Aksi e sheh gjithë këtë estrogen dhe mendon, në rregull, pas kemi mjaft hormone në kontejner dhe mbyll sinjalet e prodhimit. Pra u thot testikujve të mos prodhoni më testosteron. Kjo është arsyeja pse mbajtja e një peshe të shëndetshme është aq thelbësore. Duke ulur dhjamin, në fakt ju po e falimentoni atë fabrik konvertimi. Tani besoj kemi krijuar një kornizë goxha të fortë. Gjumi dhe pesha, dhjami i ulët, janë dy faktorë të panegociueshëm. Tash le të kalojmë pak te ushqimi. Cilet janë 3 mikronutrientet të mëdhenj që mund të mendojmë për testosteronin? Zinku, magnezi dhe vitamina D. Le të fillojmë me zinkun. Është absolutisht kritik përveç qelizat lejdike, aty ku bëhet tëja. Dhe gjithashtu stimulon hipofizën për të sekretuar hormonin sinjalizues. Dhe çfarë ndodh nëse keni mangësi të zinkut? Prodhimi i testosteronit bie nga shkëmbi për tokë. Pikjat. Është një studim që tregoi se kufizimi i zinkut nëpërmjet dietës çoi në një rënje pikjat 75% të tës. Dhe për sa kohë në 6 muaj.
Pra marrja mjaftueshme e zinkut nga ushqime si mishi i kuq me cilësi të lartë, midhjet, bajamet është absolutisht e panegociueshme. Në rregull, pra zinku është për prodhim. Çfarë mund themi tani për magnezin? Magnezi është diçka, është i gjithi për bioaktivitet. Përmirëson pra se sa mirë do të funksionojë T-ja që tashmë e keni gjendje, e keni në dispozicion. Dhe si e bën këtë magnezi? Redukton fuqinë lidhëse të SHBG-s, atë proteinën që e kap dhe e mban peng testosteronin. Duke bërë këtë, magnezi thelbësisht e shpengon T-n tuaj që të jetë lirë, më shumë e disponueshme, duke e bërë funksionale dhe të përdorshme nga trupi juaj. Pra, nëse zinku është menaxheri i fabrikës, atëherë magnezi është ai inxhinieri i logjistikës, duke u siguruar që produkti të dorëzohet dhe të përdoret. Dhe plus magnezi gjithashtu ndihmon edhe me ato ciklet e gjumit të thellë restaurues, kështu që mbështet të gjithë procesin nga një kënd tjetër gjithashtu. Dhe ku e gjejmë atë? Perimet me gjethe jeshile si spinaqi janë të shkëlqyera, bajamet përsëri, çokoladë e errët me kakao të lartë. Dhe e treta këtu është vitamina D. Kjo duket sikur është e rëndësishme për gjithçka në organizmin ton, por cila është lidhja drejt për drejt e vitaminës D me T-n? Vitamina D në të vërtetë funksionon si një prohormon steroid dhe receptori i saj VDR-ja gjendet në gjithë testikujt. Pra ka një linjë të drejt për drejt komunikimi me makinerinë e prodhimit vitamina D. Vitamina D e ulët është e lidhur ngushtësisht me T-n e ulët ose hipogonadizëm funksional. U krye një eksperiment i madh që tregoi se burrat që u suplementuan me rreth 3000 IU në ditë për një vit pan një rritje të konsiderueshme T-je totale dhe të asaj të lirë. Dhe mënyra më mirë për të marrë vitaminën D është nga drita e diellit direkt. Nëse keni privatësinë e nevojshme, mund edhe të ekspozoni zonën poshtë direkt ndaj dritës së diellit, nëse kërkoni efekt maksimal. Nëse ti bën një jetë duke jetuar në kube, kub në shtëpi, kub në punë, kub te makina, kub në bare, kub në restorante, kub, ti je në armiqësi totale me diellin. Dhe unë nuk ta këshilloj këtë, sepse dyshoj që dielli është pak më i fortë se ti kur vjen puna aty konflikti këtu. Por gjithashtu duhet të konsumoni edhe peshq me yndyrë si salmoni dhe vezët. Veza është pothuajse ushqimi perfekt mbështetës i T-s. Ka edhe parakursorin e kolesterolit, proteinën për muskuj dhe vitamina D. Dhe salmoni gjithashtu është plot me magnez, vitamina B, omega 3, të cilat disa studime sugjerojnë se gjithashtu ndihmojnë edhe me uljen e SHBG-s. Në rregull, tash le të kalojmë pak te ushtrimet. Të gjithë e dim, botërisht dihet se ushtrimet janë të mira për çdo lloj gjëje. Tani pyetja jonë është cili lloj specifik aktiviteti në të vërtetë lëviz shigjetën e T-s. Gjetjet tregojnë se më e mira është ngritja e peshave dhe stërvitja me intervale me intensitet të lartë, pra HIIT. Atje kjo lloj stërvitje një rritje afatgjatë të testosteronit apo vetëm një kulminacion afatshkurtër? Është kryesisht e përkohshme. Zakonisht zgjat për ndoshta edhe 1 orë pas stërvitjes. Studiuesit mendojnë se ndodh për 2 arsye kryesore. E para është sepse ajo është një lloj stërvitje intensive dhe krijon një kërkesë të madhe metabolike që sinjalizon nevojën për rekuperim, e cila është një proces që drejtohet nga vetë T-ja. Dhe arsyeja e dytë është sepse çlirohen endorfina. Ushtrimi intensiv shtyp nivelet qarkulluese të kortizolit dhe krijon këtë mjedisin hormonal perfekt të përkohshëm për T-n. Tash ana tjetër e medaljes. Kardio me kozgjatit të tepruar është një problem. Është i mirë për zemrën tuaj, por çfarë u bën niveleve të testosteronit? Por për shëndetin e përgjithshëm, për përbërjen e trupit, çdo ushtrim është fantastik, por ka një kufi kohor. Aktiviteti i rezistencës ose kardios që shkon përtej 75 minutave mund të çojë në të vërtetë në një ulje të niveleve të T-s. Pse ndodh kjo ulje? E gjitha lidhet me kortizolin. Pra, ajo lloj përpjekje me kozgjatje të tepruar, e tej zgjatur, është një stresor i madh fiziologjik. Trupi tani po e percepton atë si stres të vazhdueshëm dhe thjesht i jep përparësi mbi jetesës kundrejt gjërave të tjera si ndërtimi i muskujve të tjera. Pra, kortizoli shkon lart dhe T-ja bie. Pra, një gjë e mirë e bërë me tepri na jep efektin e kundërt të asaj që synojmë. Po nëse të pëlqen që ti bësh të dyja njëkohësisht,
Nëse keni dëshirë të kombinoni kardion me rezistencën e tjera, ka një radhë. Radha patjetër që ka rëndësi. Të dhënat sugjerojnë se duhet të bëni stërvitjen tuaj të rezistencës së pari, pra, të ngrini pesha dhe pastaj të ndiqni kardio. Pse ndodh kështu? Sepse merrni atë kulminacionin akut në fillim, nga ngritja e peshave, dhe më pas me kardion pasuese që nuk është edhe aq e gjatë, nuk e shuan të në grumbulluar. Nëse jeton në Tiranë, e ke akoma më thjesht punën e stërvitjes sepse është një qendër për djem dhe burra ku bëhen stërvitje enkas për rritjen e testosteronit. Kush jeton në Tiranë, pra, ka edhe këtë opsionin tjetër në dispozicion për ta vlerësuar. Okej? Tani erdhi koha që të futemi në zonë të minuar. Bota e suplementeve është e ngopur me produkte që premtojnë në rritje të pabesueshme të testosteronit. Po çfarë thot shkenca në të vërtetë? Shkenca është mjaft e qartë, shumica dërmuese e tyre janë thelbësisht jo efektive. Disa prej tyre mund të rrisin libidon, por në të vërtetë nuk ndryshojnë nivelet hormonale në gjakun tuaj. Pra, cilet janë këta produkte që në të vërtetë kanë dhënë rezultate në prova të kontrolluara serioze? Unë kam gjetur vetëm 3 përmirësues të qëndrueshëm. Të parat janë ekstraktet e fares së fenugrik. 4 nga 6 studime kyçe treguan efekte pozitive specifikisht në tënë e lirë dhe bioaktive. Si funksionojnë farat e fenugrik? Teoria është se përbërësit në të mund të pengojnë atë enzimen e quajtur aromataz, për të cilën folëm më parë, pra, dhjami estrogeni. Kështu fenugrik frenon konvertimin e tës në estrogen, pra. Okej? Tani, kush është numri 2? Ashwagandha. 3 nga 4 prova treguan efekte pozitive. Një studim të personat nën stres ishte vërtet manitës, ulja kortizolit me 16% nga ashwagandha dhe rritja e testosteronit me 37%. Gjithsesi, kujdes pra. Ashwagandha nuk po nxit drejt për drejt tën, po heq pedalin e frenave që kortizoli vendos në sistem. Dhe ky është momenti të të shpjegoj diçka të rëndësishme. Sepse shumë shpesh thuhet që kortizoli është hormoni i stresit. Në të vërtetë, ky është një përkufizim i gabuar dhe çorientues. Kortizoli nuk është hormoni i stresit, është hormoni i alertit, i vëmendjes së shtuar, i mprehjes së veshëve, i zgjimit, e thënë popullorshe. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë se kortizoli neve na ndihmon me prioritetet. Çfarë është e rëndësishme për mua në këtë moment që duhet ta bëj? Çfarë duhet të bëj tani? Direkt tani, dhe çfarë duhet të lë për më vonë. Dhe nëse ashwagandha vepron direkt te kortizoli, atëherë nga një konsumues i saj mund të presim që të ketë një jetë kaotike, të ketë vështirësi me përparësit, sepse mungon pra ky komponenti i alertit. Pra, nëse një djalë duhet të studiojë, të kryejë një porosi që i kanë lënë prindërit, apo të dalë në xhiro me shokët, ai do të zgjedhë më shumë mundësi që të shohë 12 seri filmi Netflix. Pra, shumë kujdes me ashwagandhën. Jo vetëm me originalitetin dhe origjinën e produktit, por edhe që të mos shkalloni nga mendja dhe të merrni nga këto gjëra pa folur me mjekun fillimisht. Fakti që janë produkte natyrore nuk do të thotë se janë healthy për ty dhe pa rreziqe. Nuk është se mund të shkoni aty të bëni një bisedë gjysmë flirtuese me farmacistën dhe të merrni ashwagandha. Fakti që bukuria e farmacisës është e mirë për shëndetin tënd pamor, nuk do të thotë se edhe ashwagandha është po aq e mirë për ty. Mos i përzihej pra këto dy gjëra me njëra tjetrën. Dhe produkti i tretë në listën tonë është Euricoma longifolia ose Tonkatali. Tonkatali është kudo tani. A funksionon për gjithë, është pyetja. Kjo është diçka kyçe që duhet kuptuar, sepse efikasiteti i Tonkatali është shumë i varur nga konteksti. Studimet kanë gjetur një rritje të konsiderueshme tëje specifikisht të burrat mbi 50 vjeç që përdorin Tonkatali, që ka një testosteron më të ulët se sa 300 nanogram për decilitër, dhe efekti u vure direkt për një javë, por jo tek djemtë e rinj të shëndetshëm. Përfitimet janë shumë të pakta dhe jo ekzistente me Tonkatali. Djemtë e ri s'kan nevojë për Tonkatali. Nëse nivelet tuaja janë tashmë të shëndetshme, Tonkatali për ty si djalë i ri është i kot, nuk ka efekt. Tashi tema përfundimtare, faktorët e padukshëm.
gjërat në mjedisin ton, pra dhe rutinat tona që po e shtypin në mënyrë aktive nivelet tona të testosteronit. E kam fjalën për ato kimikate që shkaktojnë çrregullime endokrine, që janë në thelb imitues hormonal. Dhe dy fajtorët më të mëdhenj janë bisfenol A ose BPA dhe ftalatet. BPA është në shumë enë plastike ushqimi. Në të vërtetë imiton estrogenin në trup, duke shkatruar sintezën e tës. Pra këshilla praktike këtu është mjaft konkrete. Mos ngrohni ushqim në plastik në mikrovalë dhe përpiquni të shmangni plastika me kode riciklimi 3, 6 ose 7. Dhe tjetra, ftalatet. Janë ato që fshihen, maskohen në përzierjet e parfumrave, shampove apo locioneve. Në fakt, janë anti-androgen shumë të fuqishëm, fjalë për fjalë bllokojnë testosteronin që të bëj punën e tij. Pra, kontejneri im plastik, tasi i drekës pra, është në të vërtetë duke luftuar kundër stërvitjes time në palestër. Kjo është shumë deprimuese dhe paradoksale. Hiqeni atë xhelin për larjen e duarve me aromë. Kujdes me zbutësit dhe aromatizuesit e rrobave, qirinj aromatik me vajra, pastruesit e tapeteve etj. Dhe më pas kemi dy penguesit më të mëdhenj metabolik që janë alkooli dhe sheqeri. Alkooli bën një goditje dyfisht, sepse është toksik drejt për drejt për qelizat lejdike, ku bëhet tëja, pra nuk lejon që dhe në të njëjtën kohë rrit atë enzimen, aromatazën, duke përshpejtuar konvertimin e tës në estrogen. Ose më sakt, përshpejton procesin që ti të kthesh nga burr në grua. Dhe sheqeri, e dim se është i keq botërisht për gjitha gjërat, por cili është mekanizmi akut që shtyp tën në mënyrë dhe e bën këtë në një mënyrë të pabesueshme të shpejtë. Një dozë e madhe glukoze, si nga një pije soda, mund ta ulë dramatikisht sinjalet e prodhimit të tës brenda 2 orësh. Trupi thjesht e ndal sinjalin pothuajse menjëherë kur ju merrni sheqer. Pra, për ta përmbyllur, është e qartë se përmirësimi i testosteronit nuk ka të bëjë me gjetjen e një pilule magjike apo me shtypjen e një butoni. As pak, ka të bëjë me menaxhimin e atij trekëndshit, pra, të ndërlidhur testosteron, kortizol, insulin. Pra, nëse do të donim të krijonim një hierarki veprimi, cila do të ishte ajo për të rritur testosteronin ton? Numri 1, pra, jepni përparësi gjumit optimal të pandërprerë 7 deri në 9 orë. Kjo është e panegociueshme për goditjen për të pasur atë kulmin e tës gjatë natës. Numri 2, përdorni ushtrime me intensitet lartë, pesha ose HIIT, shkoni te ajo qendra në Tiranë. Dhe numri 3, jini të pamëshirshëm në eliminimin e shtypsve, toksinave mjedisore, bisfenolet, ftalatet dhe pesticideve dhe bllokuesve metabolik, siç janë sheqeri dhe alkooli. Tashi, mendoj se të kam dhënë mjetet mjaftueshme që ta fillosh vetë të betejën për të rritur nivelet e testosteronit, por përpara se sa të vazhdonit me këto, do t'ju sugjeroja që do të doja të silla në vëmendjen tuaj mënyrën e testimit për të vërtetuar se si është niveli yt realisht. Dhe ekziston një test i quajtur kromatografi lëngu spektrometri mase ose LCMS. Konsiderohet gjërësisht si standardi i artë, sepse është shumë i ndjeshëm dhe i sakt, më i sakt se sa imunoanaliza e zakonshme që përdorin laboratorët. Të dish këtë ndryshim midis LCMS-s dhe imunoanalizës është kritike për ty për të kuptuar në të vërtetë rezultatet tuaja dhe për të marrë një pasqyrë të saktë të vërtetë të shëndetit tënd hormonal. Dhe më lejo ta përsëris sërish që gjitha këto që thash deri këtu nuk janë këshilla mjekësore. Unë këtu po bëj për mbledhjen e një libri ku autori qëllon të jetë autoritet botror, por kjo nuk do të thotë se ti duhet të kapërcesh mjekun tënd. Kjo do të thotë se duhet të bëhesh i zgjuar për veten tënde.